Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα την Υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Αλβανίας. Me gëzim dhe kënaqësi të veçantë i uroj mirëseardhje në Athinë ministrës për Evropën dhe çështjeve të jashtme të Shqipërisë, zonjën Eliza Spiropali. E dashur Eliza, njihemi dhe kemi bashkëpunuar dhe në të kaluarën. Gëzohem veçanërisht për detyrat që keni ndërmarrë. Gëzohem se vizita ju është një nga vizitat e para jashtë shtetit me marrjen e detyrës suaj, gjë që tregon rëndësinë që i jepni marrëdhënieve me fqinjet. Greqia dhe Shqipëria lidhen me lidhje shekullore dhe besojmë në mënyrë të besojmë fuqimisht sepse ne duhet fokusohemi në ato që i bashkojnë dy popuj në interes të qëndrueshmërisë dhe duhet shikojmë drejt të ardhmes së marrëdhënieve tona. Minoriteti grek është hallka e pandashme lidhëse mes dy popujve. Tan është ura e komunikimit dhe e mirëkuptimit. Gjithashtu një rëndësi të veçantë japi edhe kontributi i emigrantëve shqiptar të cilët kanë dëshmuar një shkelje një shkallë të lakmueshme integrimi funksional në shoqërinë helene. Pra, me Shqipërinë bashkëpunojmë, patëm rastin të bashkëpunojmë në kuadrin e NATO-s, në kuadrin e organizmave rajonal. Një nga çështjet që diskutuam sot ishte zgjerimi, që siç e dim të gjithë është nevoja gjeopolitike e integrimit në Bashkimin Evropian, si në takimin ton të fundit në Vjenë, që takuam në kuadrin e grupit të miqve të Ballkanit Perëndimor. Mbështetem rëndësinë për t'i dhënë një dinamik të re perspektivës së Ballkanit Perëndimor. Greqia me agjendën e Selanikut ka qenë në pararojë të idesë promovimit të idesë Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. 22 vite më vonë ne mbetemi forcë nxitëse në këtë drejtim. Pra jemi të gatshëm që në kuadrin e presidencës së Këshillit të Evropës në 6 mujorin e 2 të 27-ën të ndihmojmë të ndërmarrim nisma, duke qenë të bindur se përshpejtimi i perspektivës evropiane ndihmon dhe në një ambient që do të ndihmojë gjithashtu në kapërcimin e rreziqeve dhe që ndihmojnë në kapërcimin e rreziqeve që krijohen nga ato ndërhyrjet e padrejta, nga ringjallja e stereotipeve të vjetëruara të nacionalizmit, të retorikës së rishikimit, që nuk ndihmojnë në forcimin e besimit. Greqia qëndron konsekuente në pozicionimin e saj drejt konvergimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, në bazën e performancave dhe të reformave të kryera. Ne e përshëndesim në këtë kuadër progresin e Shqipërisë, e cila ka çuar si vjet në hapjen e kapitujve të negociues të anëtarësimit, gjë që Greqia ka mbajtur, për të cilat Greqia ka mbajtur një qëndrim shumë konstruktiv. Në këtë kuadër ne japi rëndësi veçantë përmbushjes së të gjitha detyrimeve, kryesisht në ato kapituj themeltar, progresi të cilëve përcakton atë ritmin e negociatave. Pra, dashur, si gjithashtu vlerësojmë kujdesin e veçantë për respektimin e plotë të drejtave të minoritetit grek, që përbën përparësinë kryesore për ne. Gjithashtu, e dashur ministre, në takimin e sotëm në
jam dakord që ekzistojnë shanse të veçanta për zgjerimin e sasior dhe cilësor të bashkëpunimit ton shumë planësh, veçanërisht në fushën e tregtisë në tregtisë të ndërlidhjes, të investimeve, të bashkëpunimit, të energjisë, të turizmit, të arsimit dhe të kulturës. Gjithashtu, çështja e të gjithave çështjeve që prekupojnë botën e sotme me sfida të veçanta në fusha të tjera, të ndryshim të klimës, ka përdzejnë ato caqet nacionaliste që kërkojnë caqet nacionaliste dhe duhet të kemi veprimtarit të përbashkëta në nivel rajonal dhe me gjërë. E dashur zonja ministër, Sardhja Nathin ju uroj suksese në detyrat tuaja të reja dhe në bashkëpunimin për interes të dy popujve tanë. Mirë, përshëndetje të gjithëve, Jasas, i dashur Jorgo, jam vërtet e lumtur të jem sot në Athinë në vizitën time të parë zyrtare si ministre për Europën dhe punët e jashtme të Republikës Shqipërisë. Dua që në krye të herës të falenderoj shumë kolegun tim Gerapetritis, i dashur Jorgo, por dhe presidentin Tasulas për atmosferën miqësore të kësaj vizite të parë në Athinë, ku ndjeva shumë e mikpritur, po dua të falenderoj posaçërisht kolegun tim edhe për sensin e nevojës e të përgjegjësisë për thellimin e marrëdhënieve strategjike mes Shqipërisë dhe Greqisë që karakterizoi bashkëbisedimin tonë. Nuk do ta përkufizoja dot më mirë vizitën time këtu sesa me fjalët e shkrimtarit ton të madh Ismail Kadare, si vizitë tek një fshinj i formuar nga ndjesia e bukurisë, filozofia, miti dhe ideja e demokracisë, një trashëgimi që na lidh dhe na frymëzon reciprokisht. Popujt tanë që bashkëjetojnë ndër shekuj në këto troje kanë formuar lidhje të fuqishme njerëzore. Me të drejtë, Jorgos Seferis, nobelisti dhe ish diplomati grek i akredituar në Korç, ka shkruar se kujtesa është shtëpia më e ngrohtë që kemi. Edhe sot që flasim, marrëdhënia jonë e ngritur mbi lidhje historikisht të thella, njerëzisht të pandashme dhe gjeografikisht të patundshme, zhvillohet mbi ura vlerash e interesash të përbashkëta, ku minoriteti grek dhe bashkomasit tanë që jetojnë e punojnë në Greqi, shumë syresh me shtetësi të përbashkët, janë urat më të fuqishme të kësaj fshinësie. Bashkëpunimi dypalësh midis dy vendeve tona amike mbështetet sot edhe në dy shtylla të fuqishme, e sotmja e përbashkët në Aleancën e Atlantikut Veriut dhe nesërmja e përbashkët në Bashkimin Evropian. Për të gjithë gjerësinë e thellësinë e vet, qeveria e Edi Ramës e ka konsideruar dhe përcaktuar si strategjik partneritetin mes dy vendeve tona, qysh në programin e parë të qeverisë e në vijim. Objektivi ynë kombëtar dhe shoqëror, kushtetues dhe shpirtëror, pjesë e identitetit ton kombëtar, integrimi evropian, nënkupton mbylljen e grup kapitujve të negociatave deri në vitin 2027, një sfidë e madhe, por e realizueshme dhe e dakordsuar, mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme dhe vendimtare të Greqisë në këtë proces, mbështetje që ka qenë dhe do të mbetet shumë e rëndësishme për ne. Me presidentin dhe ministrin, mikun tim, mora rikonfirmimin për vazhdimsinë e kësaj mbështetje, siç u tha dhe këtu, deri në përfundimin e bisedimeve teknike të antarësimit Shqipërisë, që përkon edhe me presidencën e ardhshme të Greqisë në Bashkimin Evropian në gjysmën e dytë të vitit 2027. Ndaj ndërkohë, ne duam të thellojmë dialogun, bashkëpunimin dhe shkëmbimin e ekspertizës teknike në përgatitje për një presidencë sa më produktive në raport me rajonin ton, ku Greqia në krye të BE-s do të jetë, si të thuash, the adult in the room për Ballkanin Perëndimor. Ne presim që Greqia ta përdorë peshën e saj politike për të avancuar idenë e një hapësire të përbashkët evropiane, ku rajoni të trajtohet si një tërësi strategjike në respekt edhe të meritave të gjithë secilit vend. Greqia si fuqi rajonale
ekonomike mbetet një partner shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Treguesit e tregtisë dhe investimeve vendosin Greqisë në krye të listës së partnerëve tanë kryesor, por ne jemi më të gatshëm për këtë bashkëpunim dhe për ta çuar në një nivel tjetër. Shqipëria është vendi ideal për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme greke, por edhe të mëdha, ndaj një klim miqësore, mikpritse, lehtësuese, me burime njerëzore që mirëkuptohen në gjuhë, në kulturë, në traditë, ne duhet kemi ambicien e përbashkët që te kalojmë rregullisht vitin më të mirë të investimeve në vendin tonë, edhe në importet, edhe në eksportet e përbashkëta. Kemi potencial të madh ende të pashfrytzuar për zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar në të gjitha fushat. Edhe sot në takimin me përfaqësues të nesër, në takimin me përfaqësues biznesit grek, do të bëj thirrje si nga kjo foltore për rritjen e investimeve direkte në Shqipëri, si dhe për thelluar dhe diversifikuar bashkëpunimin ekonomik. Edhe nga takimet e sotme, më përforcohet bindja se ky potencial miqësie krijon momentin e duhur për të trajtuar të gjitha çështjet e ashtu quajtura të mbetura, si dhe ato aktuale, në mënyrë që të hapim sa më shpejt një kapitull të ri, duke parë përfundimisht të shkuarën tonë me sytë e së ardhmes së përbashkët. Në këtë drejtim, ne duhet të nxitim komunikimin me shoqërive tona, mjediseve akademike, grupeve të interesit, organizatave profesionale, njerëzve, studentëve, edhe shkëmbimeve njerëzore që qëndrojnë në themel të marrëdhënies tonë. Duke qenë partner në NATO, të lidhur nga një traktat miqësie dhe me perspektivë përbashkët europiane, Shqipëria mbështet përfundimin sa më parë të çdo lloji reference ligjore atavike nga lufta e dytë botërore me pasoja në marrëdhëniet aktuale, e cila nuk pasqyron realitetin e marrëdhënieve tona si aleat dhe si miq, dhe dua ta falenderoj posaçërisht Ministrin Gerapetritis për leadershipin e tij dhe për vizionin që ka për të krijuar një marrëdhënie me syt nga e ardhmja dhe duke i lënë pas narrativat e së shkuarës. Ky hap do të forconte më tej bashkëpunimin dhe vizionin ton të përbashkët europian, aspektet historike, ligjore dhe pronësore të qytetarëve dhe subjekteve shqiptare në Greqi u trajtuan hapur në kuadër të dialogut konstruktiv dhe bashkëpunimit dypalësh. Palët theksuan rëndësinë e një qasje graduale dhe realiste në përputhje me kuadrin ligjor përkatës dhe me frymën europiane, me qëllim forcimin e besimit reciprok dhe zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve miqësore mes dy vendeve. Shqipëria mbetet po ashtu e përkushtuar për zgjidhjen e çështjeve të lidhura me kufirin, përfshirë dhe delimitimin e hapësirave detare në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe parimet e marrëdhënieve të fshehësisë së mirë, ku palët janë plotësisht të hapura për dialog konstruktiv. Ne do të vijojmë të udhëhiqemi nga vlerat thelbësore të Bashkimit Evropian, nga respekti për normat e të drejtës ndërkombëtare, për zgjidhjet paqësore të mosmarrëveshjeve dhe promovimin e stabilitetit në rajon. Ne do të çmonim shumë vazhdimin e negociatave teknike për marrëveshjen bilaterale për mbrojtjen sociale. Kjo marrëveshje përbën një hap të rëndësishëm përpara në mbrojtjen e të drejtave të sigurimeve shoqërore dhe në garantimin e trajtimit të barabartë për punëtorët dhe personat e vetpunësuar, si për shqiptarët në Greqi apo qytetarët grek që punojnë në Shqipëri. Një shembull pozitiv dhe inkurajues është përvoja e suksesshme me firmosjen e marrëveshjeve të ngjashme me shumë vende partnerë të Bashkimit Evropian, përfshirë Italinë në vitin 2024 apo dhe vende të tjera. Vlerësova dhe falenderova kolegun Gerapetritis, mikun tim, për gatishmërinë e palës greke për të mbështetur edhe lehtësuar hapjen e klasave të mësimit plotësues të gjuhës shqipe dhe kulturës shqipe, ashtu si edhe Shqipëria merr angazhim për të njëjtën gjë, duke qenë se kultura dhe gjuha greke në Shqipëri janë posaçërisht të vlerësuara dhe sigurisht ky lloj reciprociteti vetëm garanton bashkëpunim më të mirë mes vendeve tona. Integrimi sa më i plotë i shqiptarëve në jetën shoqërore dhe ekonomike të Greqisë, ata janë qytetar besnik dhe kontribues të këtij vendi. Greqinë e kanë atë dhe të dytë
dhe ky integrim do ndihmoj edhe nga përshpejtimi apo standardizimi i procedurave burokratike për pajisjet me kartat e lejes së qëndrimit për aplikuesit shqiptar sipas modelit evropian. Po ashtu diskutuam edhe për të drejtat e minoritetit grek në Shqipëri, duke riafirmuar angazhimin e qeverisë shqiptare për zbatimin e plot të ligjit për pakicat kombëtare. Miratimi i të gjitha akteve në ligjore plot 12 përfshirë 3 të fundit të aprovuar në dhjetor 2024 i hapin rrugën zbatimit të tij të plot. Për ne minoriteti grek në Shqipëri ka qenë gjithmonë një minoritet besnik, luajal dhe një urë bashkëpunimi me vendin ton mi Greqinë, ashtu si dhe komuniteti shqiptar këtu ka lëshuar rrënjë të thella që shkojnë për një bashkëpunim më të plotë dhe më të thellë mes dy vendeve tona. Po ashtu informova kolegun tim se qeveria e Shqipërisë ka ndërmarrë një reformë të plotë të pronësisë që synon rikthimin e lishmërisë në çështjen shumë komplekse të drejtave të pronës në Shqipëri për shtetasit pa dallim etnie, edhe pjesëtarët e minoritetit grek sigurisht në Shqipëri me një vëmendje të veçantë. Ne çmojmë pozitivisht këmbguljen e kryeministrit Mitsotakis dhe të qeverisë së tij për respektimin e drejtave të minoritetit, sepse është një vëmendje dhe një shtys që na mban të angazhuar deri në detaje, ashtu si kundër bashkëpunimin ton duam ta shtrim deri në detaje me interes zhvillimor të përbashkët, si për shembull bashkëpunimin mes dy agjencive tona kadastrale për digitalizimin, për inteligjencën artificiale në trajtimin e titujve të pronësisë, një territor ku Greqia ka bërë progres mbreslënës. Ne vlerësojmë rolin konstruktiv dhe të balancuar të Greqisë në rajon, veçanërisht mbështetjen e saj të vazhdueshme për stabilitetin rajonal, integrimin evropian dhe dialogun rajonal. Vlerësojmë qasjen konstruktive të Greqisë ndaj Kosovës, e cila avancon bashkëpunimin dypalësh pavarësisht mungesës së njohjes formale. Ne besojmë se ky model angazhimi mund të zgjerohet më tej, duke reflektuar rolin e rëndësishëm të Greqisë në stabilitetin, zhvillimin ekonomik dhe perspektivën europiane të Ballkanit Perëndimor, ku ka popullsi shqiptare pro-europiane. Shqipëria është vendi më pro BE në rajon, por edhe në Europë. Ndoshta 93% e shqiptarëve mbështesin integrimin europian dhe kjo qasje duhet inkurajuar edhe për aktorë të tjerë rajonal. Vlerësuam po ashtu rolin dhe kontributin e Greqisë si anëtare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit në OKB për periudhën 2025-2027, si dhe vlerësuam partneritetin ton në NATO, ku ndajmë qëndrimet të ngjashme për zhvillime të rëndësishme ndërkombëtare dhe për situatën gjeopolitike që në vitet e fundit nuk ka qenë e lehtë. Duke ju falenderuar edhe një herë për mikpritjen i dashur Jorgo, le të punojmë që ta kthejmë edhe më shumë marrëdhënien shqiptaro-greke në një bosh strategjik që fuqizon jo vetëm vendet tona, por dhe gjithë rajonin ton, e bashkë me të gjithë Europën juglindore dhe pellgun e Mesdheut. Me sytë një ardhme. Faleminderit. Και τη λεκάνη της Μεσογείου. Σας ευχαριστώ πολύ.